Gjykatësit nuk kanë të drejtë të kërkojnë të drejta që burojnë nga marrëveshjet kolektive të nënshkruara nga sindikatat, kështu vlerëson Tërpe Dejanovski, kryetari i sindikatës UPOZ, pasi sipas tij, gjykatësit janë zyrtar dhe jo punonjës dhe prandaj nuk kanë të drejtë të mbështeten dhe të kërkojnë të drejta që punëtorët i kanë fituar nga marrëveshjet kolektive. Për të i palogjikshëm është fakti se gjykatësit padisin dhe ngren procedura penale për të fituar nga ato të drejta. Mnogo pati kažavме до сега дека судиите E tham disa herë, gjyqtarët në mënyrë të pabazuar dhe jashtë çdo logjike padisin në bazë të marrëveshjeve kolektive, të cilët janë nënshkruar nga sindikatat. Duhet ta dini se gjykatësit janë funksionar, gjykatësit nuk janë punëtor. Gjykatësit janë të njëjtë funksionar si të tjerët, qoftë ministër, deputet, zëvendës ministër, kryeministër, por edhe kryeparlamentar. Nuk mundet që në funksionar të padis për të drejta nga marrëveshje kolektive të cilat vlejnë për ne punonjësit. Dejanovski njofton se 3 vitet e fundit nuk është miratuar asnjë plan për punësime të reja në gjykata, edhe pse shumë punonjës ikin për shkak të pagave të vogla, thotë se situata është alarmante. Моментално во судовите Askush nuk ka rroga momentalisht, derisa të lëshojnë rrogat për të gjithë të punësuarit në gjykata, as gjykatësit askush. Sot pritet të merret vendimi lidhur me buxhetin e Këshillit Gjyqësor. Ju rekomandoj që të marrin vendim që rrogat të lëshohen edhe mbështesat për të gjithë të punësuarit. Nëse nuk merret një vendim i tillë, veçmë punonjësit të 4 gjykatave kërkojnë ndërprerje të punës. Presim të vendosin nëse do të jetë protest. Nga ana jone tham që nuk do t'i presim të gjithë. Ata që duan të shprehin pakënaqësi, le të na bashkohen. Deklaron se nga protestat eventuale të punonjësve gjyqësor më së shumti do të humbin qytetarët, megjithatë thotë se protestat sjellin dënime për punonjësit e gjykatave të cilët në fund dënohen me 40% nga rroga. Ai shtoi se pavarësisht protestave të shumta, shteti dhe institucionet deri më tani nuk kanë dëgjuar kërkesat, por edhe nevojat reale për punonjësit gjyqësor.